Shumë hyje e mole. Shumica. Shikoj pallavicun e zotore. Njeriu që dha lajmet e luftës e ka shumë të vështirë ta shoh bunkerin e radios në këtë gjendje, ku të hysh në të tashmë është e pamundur. Ky bunker tashmë është rënuar nga moskujdesi, ani pse një gjë të tillë nuk arritën ta bënin as serbët, të cilët e bombarduan disa herë këtë hapësirë. Ata që kanë punuar dhe po punojnë deri në finalizimin e këtij bunkeri dhe antenës së radios Kosova Lirë, i falenderojmë përzemërsisht pikërisht nga brendësia e këtij bunkeri që tashmë do të mbetet histori për jetës. Faleminderit gjithë për këtë punë mrekullueshme që kanë bërë. Merë frym me plot mushkërit, çlirshëm e padrojtje. Që dje, zotë të Kosovës janë ata që luftuan për çlirimin e saj, detyrimi militarëve serb nga populli shqiptar dhe nga NATO-ja që të largohen nga Kosova, shënon fundin e sundimit 86 vjeçar serb në Kosovë.